Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka bllokuar procesin e negociatave. Sali Berisha tha se arsyeja kryesore ngadalësimit të integrimit është bllokimi i raportit të IBAR-it nga disa vende të Bashkimit Evropian pas rrëzimit nga Parlamenti kërkesës së PAK për arrestimin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Për ata të cilët bëjnë fjalë se procesi vazhdon, mund të informoj çdo shqiptar se derisa vendet anëtare të Bashkimit Evropian të mos e miratojnë në mënyrë unanime raportet standardve apo raportin IBAR, Shqipëria nuk do mund të ecë përpara në mbylljen e kapitujve. Kjo është e vërteta. Pra Shqipëria është e bllokuar, është vend numëro. Ai e cilësoi tërheqjen organizuar nga kryeministri në këtë proces si një formë propagande dhe shifrat e publikuara si tridhime të fabrikuara nga brenda dhe jashtë vendit. Këto janë akte primitive, propagandistike të turpshme dhe të shëmtuara të Edi Ramës. Të gjitha tjerat janë tridhime, mashtrime të brendshme dhe kur vin nga jashtë janë lobime korruptive të Edi Ramës. Berisha i bëri thirrje shqiptarëve të marrin në dorë fatet e veta duke paralajmëruar se vendi ndodhet në një moment kritik. Ftoi shqiptarët me 17 prill të flasin për vetën e tyre, për të ardhmen e tyre në Europë. Berisha komentoi dhe emërimin e drejtorit të ri në krye të policisë së shtetit. Emër problematik dhe shumë shpejt me të gjithë arkivën e qytetarit digjital do të paraqitem para jush. Skënder Balluku, u emërua Skënder Balluku. Ky është një pion i lubis, si Karakaçi, stër Karakaçi, lubizimi nuk është asgjë tjetër vetëm lubizimi i organizatë kriminale. Berisha mblodhi sot edhe drejtuesit politik dhe koordinatorët për diskutuar procesin e zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike.